Kush ka investuar në sera me ngrohje shpenduar për koston e lartë që ka në prodhim. Gjithsesi, për fermer nga Divjaka si Fatos Liço, interesi është i lartë. Ai fitoi për këtë edhe një financim prej 3 milion lekësh nga Bashkimi Evropian. Ndihma që na jep edhe Komiteti Evropian edhe qeveria shqiptare, 50% e ndërtimit të serave është një ndihmë e madhe për ne. Janë 15 projekte investimi në bujqësi që pritet fillojnë me një investim të pjesëshëm nga Bashkimi Evropian. Këta 15 përfitues do të investojnë rreth 3 milion euro, do të marrim të gjitha masat dhe do të bëjmë të gjitha përpjekjet e duhura që mbështetja e Bashkimit Evropian jo vetëm të vazhdoj, por dhe të rritet në vitet e ardhshme për investime të këtij lloji në zhvillimin e bujqësisë dhe atë rural. Bujqësia shqiptare ka mundësi të fitojë nga fondet e BE-s përmes programeve që përgatisin anëtarësimin në Komunitetin Evropian. Vlera e financimit që pritet fitojë vendi ynë është 10 milion euro. Mbështetja më e madhe deri tani ka shkuar për investimet në teknologji ushqimore e mekanik. Për një përfitim sa më të mirë, specialistët e bujqësisë këshillojnë fermerët të kultivojnë produktin më të përshtatshëm në zonën ku jetojnë. Me gjithë vështirësitë në financim, sot bujqësia shqiptare jep 18% të prodhimit të brendshëm bruto.